Po simptomat e alergjisë dhe intolerancës ushqimore, ku ndryshojnë? Apo është tani flitet shumë për intolerancën ushqimore, ekzaminime, analiza, nuk janë pak e njëjta gjë. Alergjia tash është një reakcion që trupi, organizmi krijon ndaj një substance të caktuar dhe pastaj rezultati është të smuret vetë, kurse intoleranca është diçka që njeriu dhe mund të lindi me intolerancën, është kur ne nuk mundemi dot të tolerojmë një ushqim të caktuar, pasi në sistemin ton tretës mungon ajo enzime e cila do ta përdor të këtë ushqim për nevojat e brendshme të organizmit. Siç mund të kemi intolerancë nga qumshti, intolerancë nga laktoza, pra që është proteina e qumshtit e shumë gjëra të tjera. Pra toleranca ka shenja të tjera, absolutisht nuk ka shenja të alergjisë, është thjesht një mospranim i këtij ushqimi, është thjesht një diskomfort në aparatin tretës dhe nuk ka lidhje fare me simptomat e alergjisë dhe nuk duhet ngatrohemi dhe nuk duhet pse të kërkojmë analiza të detajuara për intolerancën ushqimore, nëse ne nuk kemi marrë një kontakt me mjekun alergolog për të parë që këto shqetësime janë alergjike dhe kërkojnë një analizë alergjie, apo duhet kërkuar diçka tjetër.